Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vendosni një gjethe dafine në portofolien tuaj dhe do befasoheni me atë që do të ndodhë. Dafina është konsideruar një nga bimët të shenjta për mijëra vite. Edhe përveç efekteve shëndetësore, ajo ka edhe përdorime të tjera. Ndoshta nuk e dini, por gjethet e dafinës konsiderohen hajmalia e fuqishme. Kjo pasi besohet se lidhen me mirëqenien financiare dhe tërheqjen e parave. Për të pasur gjithmonë para në portofolin tuaj, duhet të vendosni një gjethe të vogël dafine në të. Në një xhep të fshehtë, kjo do të tërheqë kartmonella të reja. Vendosni një gjethe dafine në vendin ku mbani para. Ky ritual do të ndihmojë në përshpejtimin e rritjes së pasurisë. Nëse doni të shkoni në një takim të rëndësishëm dhe veçanërisht në atë që ka të bëjë me financat tuaja, duhet të mbani në dorë ose në rastin më të keq në ditar një gjethe dafine aromatike. Do t'ju japë besim dhe do të sjellë lumturi. Kur hëna është e re, shkruani një dëshirë në gjethet e dafinës dhe përpiquni të mos e dëmtoni atë me atë rast. Vendoseni këtë flet në një vend të fshehtë me para dhe kur hëna të jetë e plot, digjeni atë. Hidheni hirin jashtë dhe prisni që ëndra juaj të realizohet sa më shpejt. Kur hëna të mbushet, skuqni gjethet e dafinës në një tigan me zjarr të ulët. Për të rritur aromën, këshillohet që gjethet i spërkasni lehtë me vaj ulliri. Kur përmbajtja e tiganit të nuhas, fikeni sopën dhe e lini atë të hyjë në dritaret e dhomës suaj sipas Feng Shui. Këto janë rituale të cilat mund të sjellin edhe pasurinë në favorin tuaj. Sipas Feng Shui, portofoli duhet të jetë gjithmonë i rregullt në mënyrë që energjia e parave të jetë gjithmonë në favorin tuaj. Prandaj të gjitha gjërat e panevojshme duhet të hiqen nga portofoli dhe të lihen në vend për disa të tjera që besohet se shumë fishojnë në bollëkun. Kartmonella mund të jetë ndonjë valutë huaj që ju kujton një udhëtim të këndshëm, por një kartmonellë që keni marrë nga një person i dashur mund të jetë gjithashtu edhe para që keni kursyer dhe më pas i përdorni si simbol për të përmirësuar financat tuaja. Është e rëndësishme që kjo kartmonellë të ketë një vlerë të veçantë për ju, jo materiale, por t'ju lidhet me diçka pozitive. Tërfili me 4 flet. Mund të mbahet një tërfil në portofolin tuaj. Që të zgjasë sa më shumë, e vendosni një copë letre dhe më pas e mbani si hajmali. Monella kineze në Feng Shui quhen edhe monella I Ching edhe për të funksionuar duhet të lidhen me një grup prej 3, 6 ose 9 monellash me fije të kuqe. Përveç tërheqjes së bollëkut, këto monella konsiderohen si një amulet dhe lumturinë dhe mirëqenien e përgjithshme. Shumë prej tyre varen në shtëpi, në zyra, në makinë dhe mund t'i mbani edhe në portofolin tuaj. Sipas Feng Shui, ato janë në çelësi për të rritur gjithashtu financat tuaja. E keni parasysh atë ndjesinë kur nuk e gjeni dot portofolin? Mund të jetë e tmerrshme. Kjo sepse aty ju mbani gjërat më të nevojshme dhe nëse humbisni gjithçka humbet. Që eksperjenca juaj të mos jetë kaq e keqe, ne do ju tregojmë se çfarë nuk duhet të mbani në portofol. Kartën e sigurimeve shoqërore. Nëse hajdutët e portofolit e din numrin tuaj të sigurimeve shoqërore, do të jeni në gjendje të aplikojnë për kredi në emrin tuaj dhe madje mund të marrin edhe një shumë të madhe të ardhurash. Mbajini gjithmonë kartën në shtëpi dhe siguroni që numrin të mos e tregoni edhe në dokumentat tuaja. Gjithashtu është e rëndësishme që për të pasur më shumë para të tregoheni edhe më supersticioz me atë që mbani në portofol, pasi në disa raste ato mund të sjellin gjithashtu edhe pasuri. Një portofol i çrregullt bllokon rrjedhjen e energjisë pozitive dhe kështu bën një rrëmuj në financat tuaja. Nëse doni të tërhiqni bollëkun në jetën tuaj, mbani portofolin tuaj të rregullt me kartmonellat tuaja të grumbulluara me kujdes. Ju duhet të respektoni paranë nëse doni që ajo të vijë vazhdimisht te ju. Gjithashtu, kurrë mos mbani në portofol faturat e papaguara, madje as edhe ato që keni paguar. Kjo tërheq energjinë e pagesës në jetën tuaj dhe do ju duhet të vazhdimisht të jepni para për diçka. Ju mbani vetëm para dhe karta bankare në portofolin tuaj dhe është e rëndësishme që të keni gjithmonë pak më shumë para se ishin planifikuar. Kjo kërkon financa edhe më të mira. Rekomandohet të blini vetëm një portofol.
Siguroni të shmangni kuletat e përdorura sepse kurrë nuk e dini se çfarë lloj pronari kishin dhe çfarë energjie mbizotëron. Ngjyra e portofolit është gjithashtu shumë e rëndësishme për të pasur financa më të larta. Ja se çfarë do të thotë ngjyra. Ngjyra e kuqe. Për njerëzit elementi të cilëve është zjarri ose toka, kjo ngjyrë ka qenë prej kohësh e njohur për tërheqjen e pasurisë dhe bollëkut. Ajo neutralizon energjinë negative shumë më shpejt. E kaltër e errët. Për njerëzit, elementi të cilëve është ajri ose uji, kjo ngjyrë simbolizon bollëkun dhe njerëzit e lindur në elementet e zjarrit nuk duhet të kenë një portofol me këtë lloj ngjyre. E zeza. Për njerëzit, elementi të cilëve është druri ose uji, duhet të mbani para në një portofol me këtë lloj ngjyre nëse duan të kërkojnë edhe prosperitet. E murme. Për njerëzit, elementi të cilëve është toka ose metali, kjo ngjyrë sjell pasuri dhe është e zakonshme në mesin e kuletave, por nuk duhet të zgjidhni nga njerëzit e lindur me elementet e zjarrit ose të ujit, pasi nuk është e përshtatshme për ta. Për të pasur gjithashtu edhe më shumë prosperitet me financat tuaja, duhet të ndani edhe gjëra që duhet të mbani në portofol. Shumë njerëz thonë që të vinë në parat duhet të kesh edhe portofolin e duhur. Mund të duket si një gënjeshtër, por mund të tingëllojë e tepruar, por për disa njerëz besojnë më shumë se sa të tjerët. Ka disa që duan të kenë kuleta specifike, ndërsa ndryshe nuk i vendosin fare parat e tyre. Në këtë video, sipas Feng Shui, do ju japim disa këshilla për hapat që duhet të ndiqni për të pasur gjithmonë portofolin plot. Sipas Feng Shui, në këtë video do të rendisim disa nga mënyrat të cilat shumë njerëz i ndjekin në të gjithë botën për të pasur gjithashtu më shumë fat me para dhe më shumë prosperitet me financat tuaja. Mos e lini kudo që ta gjeni. Para së gjithash, paratë dhe pasuria të rriqen nga njerëzit që i trajtojnë ato me respekt, mirënjohje dhe vlerësim, prandaj e mbajnë në portofolin në një vend të veçantë. Sigurisht kur hyni në shtëpi nuk e lën askund, për shembull në tavolinën e kuzhinës. Të jetë komod më i madh. Një portofol i mirë duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme për të akomoduar gjithçka që na nevojitet, dhe nëse është e mundur t'i mbajmë paratë pa u zhubrosur. Ne gjithashtu sigurohemi që portofoli ynë të jetë mjaftueshëm i madh për t'i mbajtur më shumë paratë se sa zakonisht i mbajmë. Kjo do të ndihmojë në tërheqjen e shumë parave dhe do të mbush hapësirat e lira. Por çfarë ngjyre duhet ta mbani atë? Ne gjithashtu zgjedhim një ngjyrë ideale për portofolin ton për të tërhequr pasuri. E zeza ose bluja e errët korrespondon në elementet e ujit. Pra uji është përgjegjës për pasurin dhe prosperitetin ton, ndërsa e zeza tradicionalisht konsiderohet si ngjyra më e mirë për një portofol. Asnjë foto familjare pa fatura. Për te ngjyrave është e rëndësishme të siguroheni që të mos mbani foto familjare në portofolin tuaj. Fotot personale konsumojnë energji dhe heqin paratë gjithashtu edhe nga portofoli juaj. Gjithashtu, për njerëzit elementi të cilëve është druri ose uji, ngjyra e zezë do të mbajë paratë nën kontroll në portofolin tuaj. Dhe sipas Feng Shui, ajo mund të cilësohet gjithashtu si një nga ngjyrat më të përshtatshme për të mbajtur portofoli. Por siç ka mënyra gjithashtu për të pasur më shumë para, ka edhe disa sekrete ose gjëra që nuk duhet t'i mbani në portofolin tuaj. Një prej tyre janë edhe fjalkalimet. Shumë njerëz kanë një sër fjalkalimesh për faqet e internetit të ndryshme, karta dhe ATM-s dhe llogarive bankare, por ato janë padyshim diçka që nuk duhet të mbahen kurrë në portofolin tuaj. Mbajtja e fjalkalimeve ose numrave tuaj në portofol së bashku me kartën përkatëse është një recetë për katastrofën nëse jeni në shënjestër të vjedhjes së portofolit. Fjalkalimi dhe numrat PIN mund të jenë zakonisht të ndërlikuar për të kujtuar veçanërisht nëse keni një numër të madh të tyre. Në të kundërt, mos i mbani ato në portofol, pasi në rast se ju a vjedhin ose ju humbet portofoli, atëherë do t'jeni të predispozuar ndaj vjedhjeve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të informojnë dhe të mos zhvendësojnë këshillat, besimet ose mendimet tuaja. Informacionet në këtë video kanë në qëllim vetëm të informojnë dhe asgjë më shumë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.